një organizim i sektorit të shëndetësisë që habit duke marrë parasysh rrethanat e luftës në zonën operative të Llapit, e udhëhoqi ky njeri, në atë kohë doktor i përgjithshëm Skender Murati. Ky, veç një punë të madhe në luftë me intervenimet kirurgjike, është kujdesur edhe për diçka tjetër, po ashtu shumë të rëndësishme. Evidentimin e një pune kaq të madhe në njërën anë dhe mizorit e regjimit serb në anën tjetër. Në muzeun ushtarak në kompleksin memorial në Penu të Podujevës, Murati ka ekspozuar një numër të pajisjeve me cilat kryeshin intervenimet tek të plagosurit. Ato ishin siguruar me shumë vështirësi e në disa raste edhe improvizuar. Ne quajmë se pjesë e sallës operative, ku këto gjenden mjetet të cilat kanë qenë të improvizuar në periudhën e luftës. Kjo është tavolina operatore të cilën na e kemi punuar në mënyrë artizanale, kemi marrë masat në një sallë të operacionit në Prishtinë dhe e kemi ndërtu, dhe pjesa kjo tavolinë ka shërbyer për trajtimet plagosur, është me venç të automjetit për më ngrit poshtë dhe larg, e kemi bërë në mënyrë thjeshtë, mirë po ka shërbyer, ku në të kanë qenë të shtyra dhe 420 plagosur të pjesës edhe ushtarë dhe civil, shumica kanë qenë civil rreth 70%, rreth 30% ushtarë, dhe pjesa tjetër është drita, kjo pjesa që mban instrumentet, masanena është boca, aparati anestezionit, këto janë tavolinat të cilat ne i kena improvizua dhe i kena regullu. Periudha e sigurimit të mjeteve në atë kohë ka qenë jashtëzakonisht e vështirë. Thëmë jashtëzakonisht e vështirë, sepse në atë kohë nuk ka pas treg për shitje dhe blerje. Është dashur mugjim të forma ndryshme.